Bujqësia dhe blegtoria në Mirdit pritet të përfitojnë mbështetje të drejt për drejt nga sipërmarrjet italiane të këtij sektori të rajonit të Kalabrisë. Ky partneritet dy palësh është arritur nga Bashkia Mirdit në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë. Iniciativa u prezantua përmes një takimi informues të zhvilluar në Rreshen, ku morën pjesë fermer, blegtor dhe sipërmarrës lokal, të cilët u njohën me planin e bashkëpunimit, i cili përfshin ndihmë teknike dhe akses në tregjet ndërkombëtare për prodhimet vendore. Në Mirdit ndodhet shpirti i arbërisë, prandaj jo vetëm njerëzit që bëjnë diferencën, por edhe territori është shumë i ngjashëm me arbërin tonë. Shtoj se natyrisht mbështetja e zinxhirit tonë të prodhimit nuk do të jetë vetëm një mbështetje teknike. Natyrisht do të ketë aftësi, njohuri, profesionistë në dispozicion për të gjithë krijimin e këtij projekti, por do të jetë gjithashtu një mbështetje ekonomike dhe e tregut, sepse të gjitha prodhimet që do të realizohen në këtë projekt të ri do të shpërndahen në të gjitha kanalet dhe tek klientët që kemi sot në përbot, sepse projekti ka për qëllim të vlerësojë një arbëri të re në Mirdit. Kryetari i Bashkisë Mirdit Albert Mëlyshi u shpreh se ky është një hap konkret drejt zhvillimit rural me të cilin e kanë të lidhur jetesën shumë familje. Krijojmë një brand tonin të Mirditës edhe në të gjithë Europën, pse jo dhe botën. Në këtë mënyrë mirditorët angazhohen të prodhojnë dhe kompanitë arbëreshe të mund të jenë pare që janë ata të cilët marrin lëndën e parë dhe kështu bëjmë një kooperacion të përbashkët për të prodhuar dhe patjetër që kjo jep pastaj Mirditës një nivel tjetër zhvillimit ekonomik. Fermerë dhe blegtor thonë se mungesa e infrastrukturës ujitse dhe subvencioneve të pakta janë shqetësim për ta, duke ndikuar negativisht në zhvillimin e këtij sektori. Vetëm 100 hektar punohen. Ka kjo nuk ka si rrjedhoj e shpërnguljes e njerëzve, por është si rrjedhoj e mos sistemit vadis, e cila është e trashëguar në për vite. Si më trejmë tu, kur s'ka mungon infrastruktura rrugore, mungon infrastruktura e vaditjes, mungon subvencionet. Prandaj duhet mbështetja e Ministrisë së Bujqësisë, AZBR-s, që të bashkangjiten këtij kooperacioni që po ndërtojmë. Mirdita ka rreth 5400 hektar tokë bujqësore, por vetëm 10% e saj është aktualisht në përdorim, ndërkohë numri bagëtive të imta dhe gjethëve ka rënë ndjeshëm gjatë viteve të fundit, çka tregon nevojën për një ndërhyrje të strukturuar dhe të qëndrueshme.